Bismillahirrahmanirrahim. Atëherë mas e kim pak minuta, bëjmë përsëritje të përgjithshme. Mirë, po çfarë përsëritje do bëjmë? Përsëritje me volton ka pak, a përsëritje me folën atë? Stan ka pak live. Me folën atë. Ja, prej Qëta pritje në Selvina. na kem filluar në fillim mbi kitabet tahara, libri për pastërtinë. Qa na kujtohet për pastërtisë në fillim që kemë folë? Në ne është fjolla tahara, pastërti. Çka përfshin pastërtia në shariat? Nuk është larg për pastërtisë që kemë në përditshmërinë tonë. Shariati ka përmend dy shprehje. Me ngrit ose me largu, me ngrit, me hjek hadithin. Kujtohet ta po të shku tabele, edhe me hjek pa pastërti. Kështu dyja, rafa al-hadath edhe izalatul khabath ose najasa. A ju kujtu definicionin? Po. Hadethi është Çka kuptojna me largimin ose ngritjen e hadithit? është gjyqje spirituale i vjen. Dhe më thonë për më bogati për adhurim. Çfarë është fjala hadath? Kjo është Ndodhi. Ose shej muhdath, diçka që ka ndodhur re, risi. Lloj bidati. Se bidati bizar është shpreh muhdath, e re. Pra, çka ka ndodhur me trupin, ka ndodhur diçka që s'ukon. Çfarë ne thënë hadath? Ky pjesat që gjuhën moderne diçka që s'duket. Spirituale, diçka e kuptimore që na thonë. E çfarë është pa pastërtia kuptimore? Pra është hadithi. Shembulli i hadithit ose pa pastërtisë kuptimore, kush është ose pa pastërtisë spirituale, çka është? Njëri pa abdes. Një. Tjetër? Këse në gjunub. Njëri kur është gjunub. Po. E tash. Por me kuptu vëlla sot se s'jakon në atë ders. Njëri kur është pa abdes, e pas ka njame. Kur me abdes, e ka njame. Se shiriati që të pas ka njame. Kjo që është pa abdes, që i thojnë? I thojnë personi në gjendje të papastër, pa pastërti kuptimore. Por, ka gjagat. Ka gjagat. Normale da mi thonë, njëri me hadeth. E mërë të vesh, pra personi që është pa abdes, është në një gjendje, cila gjendje e bën atë me konë, i ndalushëm ndaj disa gjana. Për shembull me prek mushafin që kemë na këtu para vete, ati nuk i lejohet me e bo kështu Kur'anin me prek. Po i lejohet me lexu nëse është qen ose me thon pe memorës, nuk ka problem. Dakor? A kupton çka është hadithi? E tash, çka është pastërtia? Pastërtia është Largimi i hadithit. gjysma, largim i qësoj gjendje, ti je në gjendjen e pa abdes, pastërtia çka bën? Ta heqë gjendje. Kur i lën durt, ftyrën, unë gojën, merr abdes, e ke largu. Pra shifni sa munen me konë të pështelta, po munen me konë të qarta vesh me kuptu logjikisht. Pra kemi të bëjmë me një sen njëjtë, po herë trajtojmë i kështut, herë trajtojmë për anës tjetër. Pra kemi të bëjmë me pastërtinë. Qësoj pastërtije mundu mi thonë abdes, qësoj pastërtije mundu mi thonë gusel. Fshat ta ndru formën e shpjegimit. Apo një disenim do vol. Personi që është në gjendje të papastër kuptimore, të vogël, është njëri pa abdes. Që ti na i thuhet njëri pa abdes, që ti na i thuhet i ndyt me ndytësirë, edhe se gabim fjala ndytësirë, po tash e kuptani pse, është i ndyt me ndytësirë të vogël kuptimore, edhe që ti ne i thojna, tu në mërë abdes. Tash, pastërtia për volë që tina, qka bën? Mërë abdes, që ke abdes shuhet pastërti, po të njëjtën kohë është largimi qësaj gjendje. Por këtë që të fjallë që i përbanë 3-4 sopa, 3-4 forma, këtë kanë bëjmë me një sen njëjtë. Mirë po e kanë peshen e vetë, kur ti kuptan,
Pse duhet trajtu kështu, pse duhet trajtu kështu, pse duhet trajtu kështu, por shkak se çështëm mësohet shkenca e shariatit, po shkak se nëse mëson veç, po merr rëndësi me pas abdes Allah, merr rëndësi me ditë çka është abdesi, merr rëndësi, po jo, nuk është bash ajo. Nuk është krejt ajo merr rëndësi. Rëndësi është me ditë çka është pastërtia, sa lloj është pastërtia, cila pastërti është e këtij llojet, cila pastërti është e atij llojet, sepse këtu çojnë pesh ma vonë në mesele tjera që vinë, jo vetëm të një abdes. Për shembull, pyet dikush pyetje ke tjetër. Sa lloje pastërtisë kemi? Mena. Sa lloje të pastërtisë i kemi? 3. Mirë, dikur ja ka si të rrethë këtë 3. A ka dikush e venim tjetër? Normalisht jemi të folë për ato kryesore. Cilat janë ato 3? Pa abdes. Kjo është gjendje pa pastërtisë, po e pastërtisë i bën me abdes. Po, ama të ka edhe kështu përgjithësi, duhet Pastrimi pa pastërtinë e vogël. Ha? I thojnë pastrimi Po, nga pa pastërtia e vogël, i thojnë me abdes. okay, Pastrimi i abdesit. okay. Hadethi i vogël, hadeth Hadithi i madh është Asgar. xhunub, ku duhet më kusul. asgar. Hadethi i madh, hadethun Po. ekber. Hadethi i madh. Gjendja pa pastërtisë kuptimore. Këto dyja janë kuptimore, shpjegohet kjo inspiratore. E treta, E treta është me ek në fllëçsinë që e ki në trup, kështu fizik. pastrimi ose taharja prej të fllishtes. Po, Habet ose nejase. A shef? Na për triat folëm, po vesh forma ndryshme. Tash me të vetë dikush. Me të vetë dikush. Na këto vetëm, ose i vetëm tome, në sa forma ndodh pastërtia. Pra, pastrimi ndaj kujt është, ndaj cilat 3 rrugëve të papastërta. Tash vesh për të dhëna pyetjen tjetër. Po dhëna çka është pastrimi? Pyetjen e parë që e tham sonte. Çka pastrimi? me ek që ato... Këto 3. Po, Po tash këto dyja bëhen jo. Se gjendja pa abdes edhe gjendja xhunub janë të një familje. Janë pa pastërti, po nuk duken. E masi të dyja janë spirituale, i bëjmë i dyat një. okay. Edhe themi qysh pastrimi ndaj pa pastërtive kuptimore, që janë gjendja pa abdes dhe gjendja xhunub, dhe pastrimi i largimit të pestes, ose të fllestes që këtu hin me 10. Urinat, nevoja, do tjera, keqa dhe harika. A u zërën vana e pyte tash ardhëm si mirë. Po, A, më rëmër të rikë. Pra, e njëta tema është, njëtat fjalian, po veç për rëtullojme, her nga kondi i pa pastërtis, her nga kondi i pastërtis. Her për thojme, çka është pastrimi, her për thojna çka konsiderohet e pa pastër. Her për thojna, çka është hadethi, ose salloj, her për thojna salloje, është pastrimi, salloje. Sa vende, ose raste na duhet pastrim. Obligativ. Gjithherë si pas shariatit. Se si pas natyrshmërisë, ka njëherë duhet pastrim, pa kondycir hiç, njëri për shembull ka pshtym. Ose mukozi, thojnë, mshyra që thojmë na, ose kelbaz. Edhe gërditet, edhe pastron. Po kjo është pastrimi logjik që njëri dën me hek çat keqe. Edhe shariati thotë hiqe. Nisan që të gërditsh me hiqe, ose unaza të vjell dikush, ose vjell fëmija. Krejt këto janë gjëra që njeriu i hjek edhe i pastron. Po ne po na intereson atë që shariati ka bë obligim, që to raste ki obligim me bë pastrim. Këto raste tjera s'do me thonë që shariati thotë mos bëj, ja. Është veprim i mirë, është mustahab, është sunet. Ama në që to e ki obligim. E cilat janë çdo që shariati ka trajtu, edhe që ky shariati ose libri që jem të fol na, pra i pastërtit i trajton, cilat janë ato? Pero më laksojnë duke thonë, largimi i papastërtive kuptimore, që në vetë janë 2, edhe largimi i të pestave që i shë me sy, që janë të flishta. Tani kena folë për këto temë veçante, për këto temë veçante. Po njerë kena parapi me këto të pesta. Qa nga thonë që janë çka konsidero shirot e në dytë? A dikush diçka më na thonë naj ide çka ka naj Urina dhe jashtëqitja. Po 2. Tjetër, as ko tjera? Jella. Ha?
Ku Gjaku, gjellë. gjaku se pas në dhejme tam. Jo si pas me dhejmet. Në është gabim. Gjaku me konsenzus të ulemave. Gjaku. Po, Jo këni përzim. Shumë gjak. Abdes. E këni përzim me abdes, e kështë abdese. Gjaku me konsenzus të ulemave. Ka i gjma, ka thirë ulemaja i gjma që gjaku është i dytë. Gjaku është, Gjaku më i furishëm, jo. pa, gjaku bazik. Që ka përmanë Zotin Koran, sepse kështë ajet. Tani, mbetjet e gjakut. Ku atë. Çka na thona? Jo kur të. Mbetjet është kur ka me gjak. Po, Kurse ato janë gjurmët. Kur e kena ladhur me shaja. okay. Mbetjet e gjakut çu kuptojmë? Na kush ka blen mish? Tash ka blen mish edhe shpesh e rikimi do me ta shaja të gjakut ose kur të prin që e merr sopën e madhe. Pse u mbet ata? Çka na thon? Shëriat e lianëve. Sheriati e ka toleru po s'kena thonë që të poq. Në kuptimin Po, 100%. po. Po sheriati e toleran për disa arsye. Nëni nuk është sikur ai furishmi i dytë. Se kur e kanë fut në laboratora, edhe praktikisht ai i dytë është shumë me bakterie, shumë me pislëqe. Por ndyshe këtë që ka kalu najherë pastrim ose ka kalu me thjerrit kafshës, del shumica, ka me do pakice sana. Atëherë është shumë më i paq, edhe në ndë fetarisht është i tolerushëm. E këtë shpreje kur thojmë na fetarisht është i tolerushëm ose merrni jo tash u bë pastrus ose i pastrum 100%. Po sheriati e toleron. Që i vjen se nuk ka dëm. Që i vjen se është e kalueshme, po tash nuk është mënyrë që është i porsi ujë. Sepse ne na çon edhe tek pastrimi nevojave, na thon. Ku njeriu pastrohet, mbetet diçka. A ka thonë në më kështu. Edhe njeri, edhe logjika. Po sheriati ka toleru. Tolerimi i sheriatit në pakica që e ka vështirë njeriu me hjek, ato që i ka thona gjurmë, sikurse gjaku kur t'jeket që i lën gjurmë, edhe pastrimi asaj, atëherë, në asaj situata, na nuk themi që është pa pastërti 100%, po themi që është e tolerueshme dhe është hjek baza, është hjek kryesorja dhe ka tolerime. Tani kemi folë se te papastërtit hinë disa gjona, po tek njeriu janë qëto. Se shembull, neve mundu me konstatu në basë edhe të mjekësisë që edhe qenë, nuk është që është i bashkës, është pjesë e gjakut. Mirë po, ka lehtësime. Tani, mbas pastrimit ose hadethit që i ka thonë, kemi marrë edhe llojet e ujra. Te llojet e ujra ka debat gjatë, ka qenë tema gjatë, mirë por shkurti me shek na thonë është mas kryesore kur përmenden uji ose ujrat që na vyni për abdes, edhe për gusl. Çka do të më ditë mas shumti? Cilat janë do pika më kryesore? Çka keni marrë mend prej ujrave ose llojet e ujit, sa llojin uji, Më konë uj. më kon ujë. Kjo është shumë mirë. Që i bie se, çka mos me kon? S'është ujë. Ja çka mos me kon nuk është ujë, ose s'konsiderohet ujë. Për shembull, Mos me kon, kjo që mos me kon ujë i thartë, ose mos me kon ujë. Ulemaj Që se kanë bëhem në uj. ujë me shtesë. Po, i më shtesë. Qysh me shtesë? Në amen. Mos me pas uji i limonit, uji i rost, i thojnë i gjylet, Po dhe me shije që si. me shije. Pra, qëto ujra që kanë shtesë janë problem. Pse ju kanë ndru amni. E na peqisojna meselet vogël, na kuptojmë një rregull të madhe. Cila është ajo? Uji që sikur kë, që përzihet me diçka. Po që këtë diçka që na përzihet është e pastërt. Mundet me kon dhej, mundet me kon bari, mundet me kon arom, mundet me kon gjyll. Është përzi këto ose është përzi fabrikës, nuk shampesh. Ose në bazen. Në gjitha rastet. A e këshyrum, aja ka ndryshu në gjyren e erën e këto? Jo. Sepse kështë i pastërt. Po e këshyrum a i ka met emni uj, a i ka met uj i gjyllit. Qa fitum, na fitum regullën e parë. Kur kemi uj me përzirje,
Qa këshirëm? Këshirëm kosh u përzi. E këshirëm? Kosh u përzi. Nëse u përzi e pastër ta. Pe cilit kanë këshirëm? A ka met uj, a i ka met emni. A ka met uj, se ka mësi u bollësh. U tjetërsu. Ose a i ka met emni. Nëse ka met uj, vazhdojmi. Nëse, sepse përzirja ka qenë e vogël. Nëse u bo uj tjetër, atëherë, themi i pastërt është. Bën me pi, bën mu shqy, bën me krejt, por para abdes nuk bën, se nuk është uj. Mirë. Rregulli i dytë, nëse kjo që u përzi është e në dytë, pika të urinës ose ngjashme. Qysh do të me këshyr? A do të me përdor? Këshyrën ato tri sana, ta shia, Era. dukja dhe era. Edhe herë? Era. Era, Shia shia, edhe pamja, A ka në gjyra. ngjyra. e nëse një prej tyre ka ndryshu, nëse uji e ka marrë, fali, erën, e me rujnë, i vjen era. Po, kështu do këtë uj. A bo më në abdes? Po, Jo. A Jo. Apo, a ju? Jo. po, Pse po e pse ju? Se nuk ka met uj. që na Ka dala fatja. Sepse hadithi, ja, A këthejmë nga hadithi? nuk është kjo me laf, Kjo më hadithi. sepse hadithi thot, nëse ja ka ndryshu, uji është i pastër, ka thonë Alehi Salatu Salam, uji është i pastërt. Këto hadith ose pe çdo të kapitull i dosh me i marrë kaj hadithe se ka dhe, se s'ka ma shumë që në bazë. Uji thot Alehi Salatu Salam është i pastër, nuk e ndot asgjë. Uji është i pastër, nuk e ndot asgjë. Pik, deri këtu është i sakt. Përveç nëse ju ka ndryshu, ose, shikoj e shprehjen, ngjyra, ose shia, ose era. Fjala ose që i vjen? Një pitria. Po. Kjo pjesa e dytë është hadithi do, mirë po, me to punohet, sepse është praktikisht sahih. Dakor? Atëherë në të ujrat, të përzirjet e ujra, jo të ujrat krejt, po të përzirjet e ujra me ndytësira e mon men qëtë hadith. Uji është i pastër, nuk e ndot kur gjafi. Veç nëse kjo që është rënë te, është e ndyt edhe ka ndryshuar në ambityne. Po mirë, a nuk e këshyrëm ujin, a është i madha i vogëla? Shumica ulemave kanë këshyrë. Po ulemat ma të dhënë shumë, e kanë marrë mendimin e Malikive, kanë thonë është ma i rahatshëm, edhe ma i lehtë, edhe ma i qartë. Pse se menimi i shumicës që ka qenë, nëse është uji i vogël, nën 400-500 litra, se di bjen urina e ndytë. Edhe nëse hese ka ndryshu, veç pse e dim që ka ra urina. Kena hap neve një dirë belas, sa nuk e dim a ka ra, s'ka ra, se nuk vrehet. Ndërsa, nëse është mi 400-500 litra, punojna me të njëjtën rregull. Pra debati është tek minimumi ose tek të litrat poshtë, se tek shumica janë tonë në dakordsi. Paraferësisht gjithë paraferësisht, se Hanefi për shembull kanë një mos tjetër, po nuk çon shumë peshë, janë të paraferta. Dakor? Tani pe argumenteve ka qenë se kur Alehi Salatu Wassalam është pyet për atë posin që ka pos ujë pak, ka qenë deri këtu, jo shumë i thellë. Atëherë, kanë thonë atë por rreth, qujnë borlogje, gjujnë edhe cofina, ka mujt, mundot, po me gjithë atë pejgamberi, në qitë rastin e qiti pusit, qiti lumit, në falni pusit, qiti bunarit, që Abu Davudi thotë ku vizitu ka qenë dhe qëtu dyko, pak, mirë shokë që thëna, edhe ka pasu i pak, thot ka qenë pa mundur mu para menu me roqë ato mu s'mundi. Me që ata ka thonë Alehi Salatu Wassalam, uji është i pastër, nuk e ndot asgjë, përveç nëse bot kështu dhe kështu është. Dakor? Çajshë telefonit e thjerë, pauzë, pak tani presë më 5 minuta. Të plas të tregoj. Ka me e të uj. Kërë direkt të komi. Hoq, në zanë të video. Nale, e ma sezon shopet, se du të me prit. Allah. Hajde.
Fadal, ku me thëmë te? Pra morën vesh, Te bunari, te kur pusi. uji batin dytë. Kur uji batin dytë, ha Fadal, kur uji Unë di që me tëmë te pusi, pa. Atë thamë që që tha që ka mujt me rodë ndaj pa pastërti, pejgamberi prap ka thonë uji është i pastër, nuk e ndot asgjë përveç nëse janë rreth në pitri cilësive. E kur uji batin dytë, Këndrushon njën e pi treve. ku të shënë, s'ma vesh, jetën e mollave që ja silla ndryshe. Në forë bytjes. E po mirë. Te ujra tjetër, detohet janë pak ma pak me rëndësi. Edhe këna marrë një kategori të ujra nëse uji rjedh. Nëse uji rjedh, është ma i fuqishëm se uji që rrim. Që i bie se. Te uji që rrim, bjen diçka pe papastërtis, e shikojmë a ka ndiku. Fjala ndikim i vjen që ato tri cilësit. Po nëse është uji vogël, të shumica ulemave thonë veç pse u ka ra u kry puna. Ama nëse çaj uji vogël është i rrjedhshëm, një proske vogël. Edhe nëse ka lënë për trup një coftine ose për rrej një papastërtie, nuk e ndot. Është dallimin? Dallimi është uji që është statik, rren ose grumbull edhe uji që lëviz. Uji që lëviz, edhe nëse është i vogël, e ka fuqinë edhe tretmonin, sikurse uji i madh që rren. Prandaj, këta ato raste që ka mundësina i re përpara shembull na ose krejt njerëzit që kanë pas fëmini punë me reka, me ujra, edhe nëse ka rënë për ndytësira, aja pastra vetë në për gurën ose në për zotë dhe bëhet i pastër. Dakar? Sepse është i lëvizshëm. E uji që lëviz është me tretman veçantë. Kena folë gjithashtu gjëra gjatë për ujin që jetë. Për shembull, bismillah ka pi insani. Ose kanë pi zojst, ose shpest, ose kofsht. Qiti uji që jetë, mas i ka pi dikush, i thënë sor. Çka është puna këtyne? Uji përdar, Po morë, uji përdar, apo? po i përdart, po jo i përdart kuptimin që flasëm na në shariat, i përdart, po është uji i mbetur mas i ka pi dikush, i jarë të di huj. Një këshirë Cilat kafsh bën, cilat kafsh bën, a bën njëri, as bën njëri, a bën qafiri, as bën. ban. Njëri për njërit ban. Qysh njëri për njëri bën. Pra, pyetja është, uji i mbetur për ati që ka pi, a është i poq, a e merr dispozitin e këtina që ka pi. Nëse muslimon i poq, nëse so musliman, s'është i poq. A? A i thëjë që është aja? A ndryshe? A unë në që është i papastër. i papastër. Po, së me rabdes me to. Pse? Se ka pi njeri. Kam i pak. Ja. Ban. Ujet që kanë pi krijes, ata shpëtojnë hajvanate, se të hajvanate hinë edhe njeri. Ujrat që jesin prej gojes së krijesave, që t'janë llojet Benu Adem, krijesa njeri, pa marrë parasysh çfarë bindje ka. Është mbetje e pastër për abdes, ashta ti s'do me pi, po për abdes bën. Krejt kafsht që ju hatë mishi, është i pastër. Krejt insekte, se insektet janë të pastër edhe kështu, se s'kan gjak. Krejt shpest, se shpest janë më shumë se që na në përditshmërinë tonë e kuptojmë. Ka shpest që nuk fluton. Që është tretmonin në grupin e llojeve të shpendë, po ka vetë në për tokë, edhe në për ujra. E ka emrin shpend. Krejt ato që nuk e kanë atë kthetra që shkyjnë, atëherë lejohet na me i bogja edhe lejohet nëse kanë pijun vetë për tyne. E pe kësara kuptojmë që krejt ato kafsh që nuk lejohet mishi i tyne, nuk lejohet na mi therë, çdo sa për jarë të tyne është e papastër në këtë rast. Pe qenit por pjetë dhejtë kingu të lonë. Dakar? E mirë. Tani këna folë për endë. Çka u konë mas me nësje folë për endë? Kofet, parsijat, sahonat, lukt, pirunat.
Çka është mas më rëndësie në këtë meselë mi ditë? Njëra ka qenë lloje që janë marru, ose janë punu, ose janë qep për ilkurë. Pyetja këty vjen. Që ti ilkur për kujna u marrë? Që ilkur për kujna u marrë? Cilat bojnë, cilat për me kafë. Cilat bojnë, cilat zvojnë. Kjo shkan sipas mishit tyne. Nëse mishi kësaj kafshë për neve është halal, edhe lkura është halal, edhe sahani, ose për para që kanë mojt ata, të çontat e lkurës, është halal. Nëse është e ndalume, atëherë pesa rrëdhimisht del, e ndalume. Ashtë e kjo? Për dallim për qkafit, për dallim për leshit. Sepse, kur ke folë për papastërtit, leshi i kafshëve edhe i titrit të i lanë tyne, është i pastërt. Kurse te lkurat, ka pas debat, e kem përmen. Këtë në harru. Duhet më përpunu. Po, ulemoja e kanë bë kusht disa për i tyne, nëse u therë mënyrë të rregullt, edhe pse pun haram. Mish ai lkura bën më mos. Tash ki të lashë, çka ki të lashë tash? Ti ki të lashë tash për ditë, se i ki jahnet, i ki pantat, i ki kuletën, i ki rrëpe. Disa ulemon nuk e kanë leju hiç, sepse është pe kafshës që s'lejohet. Kur nuk lejohet mishi, pse më leju lkura? Njëjtë është. Njëjtë është. Po tjetër e kanë leju, po shkak se nuk lidhet me ndytësiren me ato vetë, i kanë bota përjashtime. Sigur se krejt kanë ixhma ulemoja tek leshi tyne. Me të prek qenja, a ka të lashe? S'ka të lashe. Sepse qimet ose leshi i kafshëve nuk është problem. është i pashme, është në dytë. Ose me të prek me kam. Ose me frimarje, me hunë që thujme. Për jashtim të jarëve që lumë pak rarë. Edhe kjo normalisht është me shtrëmu me tek dhe edhe tek qeni, sepse tek tjera. Kjo konë një kategori. Kategoria tjetër, që konë tek entë dhe të këto që ka janë prej arit edhe argjendit. Qa lejohet e qa s'lejohet? Asnjëna për ty, no. Asnjëna për ty, no. E qka lejohet? Lejohet për porcelan. Porcelan, plastik, made in China. Pa edhe një mesire ka konë të kafsht që se përmenëm, nëse kafsha është e ngordhëm, a lejohet lëkura. Nëse përpunohet. Nëse përpunohet. Nëse përse qatë mendimin që nëse është haram. Jo, s'ka menim që ka haram. Ja, nëse mishi është haram, po nëse përpunohet lëkura bën. Thot menime, apo? Aja ke më herët, po na tha me harun jo, cëllë në harun. Qëto nëse nga Që ngu... coftën. Po me përfitu prej ngërtësirës, a bën me përfitu prej lopes kinxhi që u cofë, që u ngorë. Pa është në hadith A që... bën me fitu. Pa është në hadith që të bën. Varet sa Ta ka hadith e bën që e bën, pse po thuti dikush thot s'bën. Se kur ta hadith e bën ata duhet me pranojnë, ja, tonë pranojnë. Tonë pranojnë. Pse pranojnë? Se pejgamberi alayhis salam tha, merrni e pejkinxhet, thanë është i ngart. Tha po merrni e pejkinxhet e lëkurës, se çdo lëkurë që rregjet pastrohet. Pyetja është, kush e ka bë lëkurën të pastërt? Regja. Regja. Jo therrja. A morë vesh? Po këtë është ai debati edhe për ato që nuk ju hahet mirë, sepse regja e ka botë e ka botë pasës. Në këtë rast edhe që kënë që konë kënë, kur e pejgamberi të konë i ndaluar. Do të thonë çdo kafsh edhe Që ngordh është haram, më s'hallt mish. Po te, Allah ka thonë Kur'an, ja u ka ndalu Zoti, këte ka përmen disa emna, disa raste. Për tyne ka përmen gjakun, për ka përmen edhe të ngordhëve. Tani, sikur të ngordhëve ka përmen, aja që është e furma, aja që është e rëzume, këtë të ngarta janë. Po format, tash, ngordhësira është haram po. Qa ka lejes atë? E tash pejgamberi alayhis salam na i ka leju disa sene.
Ne ka leju disa sane. Profeti ne ka leju lkurën, pse? Pse është pjesa më e afërt me mishin edhe me brendësinë. E tash nëse lejohet lkura, a diskutohet leshi edhe thumrat? Nuk diskutohet. Nuk diskutohet se është sen shumë e thjeshtë. Po tash, pejgamberi çka po thotë? Po thotë që këtë lkur kush e bën halal, e bën regjja. Regjja. Kur para ka bën me ujë këpë, me diell, dhe tash e bën me forma tjera, po me rëndësi që kjo ka bën me u pastru me fitim. E që ka tani qelë çaderën e bisedës edhe matutje. Hajri inshallah. Po, me rëndësi, njerëz të mëshë ka thonë, ma me rëndësi me përsërit se me mësu. Se me mësu e harran, e mësu përsërit se harran. Ma shpërbej.